Lutja është një ibadet, është një adhurim shumë i lehtë, por shumë i rëndësishëm. Fëmija vazhdimisht duhet të lutet për prindërit e vetë. Edhe nëse janë të gjallë, por edhe nëse janë edhe të vdekur. Duhet të lutemi për ata sepse ata janë shkaku që ne kemi ardhur në dunja. Ata janë shkaktar që ne jemi në jetën e kësaj bote. Të mos i harrojmë mirësitë e tyre. Dhe kur lutemi për ata, ne vetëm se që e forcojmë dashurinë që e kemi ndaj tyre. Prandaj, lutjet e fëmijëve ndaj prindërve sa janë gjallë duhet të jenë të vazhdueshme. Mirë po edhe kur vdesin, atëherë ne duhet të lutemi për ata. Sepse lutja është, siç ka ardhur në hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata anhu amaluhu illa min thalath. Kur vdes njeriu, të gjitha veprat e tij shkëputen, përveç 3 gjërave. Sadaqatin jariyah, nëse ka lënë një lëmoshë rrjedhëse, aw ilmin yuntafa'u bih, ose ka lënë dituri të dobishme prej secilës kanë dobi njerëzit, dhe e treta që është më e rëndësishme, aw waladin salihin yad'u lah, ose pas vete ka lënë një fëmijë të mirë, të edukuar, të devotshëm, të sinqert, i cili lutet për prindërit e vet. Transmetohet se një djalë kishte shkuar tek një dietar dhe e ka pyetur: a jam unë njeri i mirë? A jam unë një njeri i sinqert, i devotshëm? Ky dietar i përgjigjet dhe i thot: shiko në lutjen tënde. Kur lutesh, i ngriç duart e tua, i lutesh Allahut, apo kur falesh në namaz, kur vendos kokën tënde, ballin tënd në sejdë dhe lutesh, a kanë vend në këtë lutje prindërit e tu? Nëse ti po lutesh për prindërit e tu, atëherë dije se ti je i mirë. Me argument, si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtu tha: aw waladin salihin yad'u lah, ose ka lënë pas vete një fëmijë të mirë që lutet për ta. Madje, lutja për prindrit të cilët kanë vdekur është shkak që atyre të ngriten pozitat në xhennet. Mëshira e Allahut është e madhe. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: inna Allaha la yarfa'u darajata lil 'abd as-salih fil janna. Allahu po ja ngrit robit të tij të mirë në xhennet pozitën. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhi. E ai po çuditet dhe po i thot: Zoti im, prej nga po më vjen mua kjo? Me fjalë të tjera, unë nuk kam bërë kaq shumë punë, nuk kam bërë kaq shumë adhurime, nuk kam bërë shumë ibadete, prej nga po më vjen mua që të më ngriten pozitat e mia në xhennet? Përgjigjja është: bistighfari waladika lak. Për shkak se fëmijët e tu kanë kërkuar falje, janë lutur për ty. Kjo është dhurata më e madhe të cilën mund t'u adhurojmë prindërve tanë